Shtetet e Bashkuara theksojnë angazhimin e tyre për lirimin e amerikanëve të ndaluar jashtë vendit. Departamenti Amerikan i Shtetit mbajti një ceremoni të ngritjes së flamurit për pengjet e të burgosurit që mbahen padrejtisht në shtetet e tjera. Ceremonia riafirmon angazhimin e Washingtonit për të siguruar kthimin e qytetarëve amerikanë dhe të banorëve të përhershëm të ligjshëm të ndaluar jashtë vendit. Politikat tona janë 100% përqendruar në kthimin e tyre në vend, tha Adam Boehler, i dërguari special i presidentit Donald Trump për pengjet. Gjatë ditëve në vazhdim do të ketë zhvillime, tha ai, pa dhënë detaje. Presidenti Trump është i përkushtuar për lirimin e gjithë amerikanëve të mbajtur peng ose të ndalur padrejtisht jashtë shtetit. Këtu përfshihen amerikanët dhe gjitha pengjet e tjera që ende mbahen nga Hamasi në Gaza, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Përpjekjet për të sjellë të vazhdueshme dhe të ndjeshme. Për momentin nuk kemi ndonjë njoftim për takime, tha zëdhënësi. Më 9 mars bën 18 vjet që kur ish agenti i FBI, Robert Levinson, u rrëmbye në Iran. Me këtë rast në mbështetje dy partijake Kongresit caktoi në mënyrë simbolike flamurin e pengjeve dhe të burgosëve padrejtisht. Drejtori i FBI, Kash Patel, tha të premten se Washingtoni është i vendosur t'i çojë deri në fund përpjekjet për lirimin e pengjeve dhe të burgosurve padrejtisht, si dhe të riadresojë eshtrat e atyre që nuk ka qenë mundur të sillen në vend përmes përpjekjeve diplomatike dhe të zbulimit. Një ditë më parë, presidenti Trump priti në shtëpinë e parë 8 ish pengje të mbajtura nga grupi terrorist Hamas. Të mërkurën shtëpia e parë konfirmoi se zyrtarët amerikanë janë angazhuar në diskutimet e vazhdueshme me Hamasin. Bisedimet e mbajtura në Katar shënojnë angazhimin e tyre të drejtë për drejtë me Shteteve të Bashkuara dhe Hamasit, që kur Departamenti i Shtetit grupin si organizate huaj terroriste në vitin 1997. Adam Boehler, i dërguar special i presidentit Donald Trump për pengjet, udhëhoqi bisedimet e drejtë për drejta me Hamasin, të cilat thuhet se u përqendruan në sigurimin e lirimit pengjeve amerikane dhe eksplorimin e një fundi të mundshëm të luftës në Gaza pa Hamasin në pushtet.